Luli, për ta vazhduar pak më tej, cila është ndjesia juaj për sa i përket impaktit që ka në opinionin publik? Ky vit që kaloi në këtë formë politike, pa institucione dhe me qeverinë në detyrë? Po si të them, këtu mund të jem shumë subjektiv. Është subjektive, është por... subjektiv sepse nuk kam macë për me e dit. Mirë po që ka vrej, unë përgjësi që ka po mundë me vrejt, nuk ka entuziazm se si ka pas në zgjedhjet e nënshkurtit, për shembull, për votim, apo nuk ka frym. Majmë zgjedhje pa frym këtë herë, si të themi. Sidomos kjo vlen për vetëvendosjen. Zgjedhje pa frym, por me logjik do të thuash? Nuk do të thëm, unë mendoj që kjo mund shprehet në dy forma, ose me logjik, ose me abstenim. Kjo pritet me u pa në rezultat, nuk jom i sigurt. Mirë po vrehet që nuk e ka frymën si e ka pas më herët. A e ka marrë mesazhin vetëvendosja dhe qeveria e Zotit Kurti për sa i përket raporteve që duhet të ketë me forcat e tjera politike dhe mos përdor as zhargonin, as gjuhën, por edhe një mentalitet tjetër ndoshta, kur dihet fare mirë se çfarë pret Kosovën në të ardhmen dhe kërkohet ajo që ju e përmendët pak më herët, një qeveri autoritare i dal nga një parlament autoritar për t'i shtyrë përpara interesat jetike të Kosovës? Unë mendoj këtu një gjë. Mendoj që Zoti Kurti e ka pa këta në matjet e opinionit publik, edhe është mundu që ta bëj një ndryshim, si të themi, të taktikës së fushatës zgjedhore, pra të duket më i butë ndoshta në vokabularin e tij më pak fye se sa që ka qenë me nënshkurt flasim, në fushatën e mëhershme. Mendoj që kjo ka qenë rezultat i matjeve të opinionit publik. E dyta gjë që më bën sepse e ka pa që kjo po i sjell po jena negativ. Po edhe vetë fakti që shkoj këtë herë deri në maksimum në instrumentalizim të buxhetit shtetëror për qëllime elektorale të partisë së tij, deri në fund, deri në kërcënim të mosdhënies së pagave, kjo tregon me realisht gjendjen, për mendimin tim, gjendjen e panikut në të cilën ndodhet vetëvendosje, jo për shkak të rezultateve normale që edhe mund të pritet i ketë, që mendimi jem do të jem pak më ulta se sa që i ka pas deri tani. Mirë po, kjo ka të bëj me ambicjet e tyre për të pas komplet pushteti në Kosovë, e unë nuk besoj që kjo do t'ju realizohet. Për këtë arsye i kanë te i kalu të gjitha kufit e mundshëm në keqpërdorimin e parave dhe buxhetit të shtetit për qëllime elektorale. Unë mendoj që kjo çështje në të ardhmen nuk është mirë rregulluar me ligj tek ne, mendoj që është një prej çështjeve të para, cilat duhet ta adresojë parlamenti i ri. Absolutisht këtë puna duhet ta ndërprejmë, sepse ne kemi të bëjmë me privatizim të paras publike për interesa partijake. Kjo është mase e qartë. Do me thënë këte, për në anën tjetër, Kurti dha dhe një sinjal, për si një gjysëm sinjali edhe atë nuk e pat për Kosovë, e pat për bashkësinë ndërkombëtare, që tha që ne do të zbatojmë marrëveshjen me Serbi, do të ecim përpara me dialog, e kushzoi atë pastaj, se si e kështu. Unë mendoj që problemin cilën e ka Zoti Kurti tani është ai mund të flasë çfarë të don, po ka problem me kredibilitet ndërkombëtar. E kredibiliteti është që ka humbur besimin tek interlokutorët ndërkombëtar me atë sa kam njohuriun. Dhe nuk e pak. Me atë sa kam njohuriun. E ka humbur. Edhe në tash bashkësia ndërkombëtare, po flasim këtu dhe Bashkimi Evropian, po dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do t'ju besojnë fjalëve, do t'ju besojnë veprave.